Shok në rrjet. Egli pranon se lidhja me Gjestin ishte vetëm për Big Brotherin. Pas daljes nga Big Brother VIP, Egli Tako ka vijuar të jetë në qendër të vëmendjes. Këtë herë jo vetëm për karrierën e saj muzikore, por edhe për deklarata që kanë ngritur jo pak debat në rrjet. Në një intervistë të fundit për The Dalina Show, Egli ka folur hapur për marrëdhënie me Gjestin, një nga dinamikat më të komentuara gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e Big Brother VIP. E pyetur nëse kanë ende kontakte, ajo u përgjigj prerë: "Jam single. Jo, nuk e kam më as numrin e tij." Por ajo që befasoi më shumë ishte pranimi i sinqert i Eglit se gjithçka mes saj dhe Gjestit ishte lojë, një lëvizje strategjike për të përshtatur me rregullat e një reality show dhe për të siguruar më shumë vëmendje, famë e qëndrueshmëri në skenë. Po, ishte lojë. Më bënte për të qeshur, kaloni mirë, por s'kishte diçka që më frymëzonte. Ishte thjesht personi i duhur, në vendin e duhur për lojën. Aktualisht, Egli është duke punuar për të konsoliduar pozitat e saj në tregun muzikor shqiptar. Ajo duket e vendosur ta shfrytëzojë në maksimum platformën që i ofroi Big Brother, duke u fokusuar në projekte artistike dhe performanca live. Ajo është më aktive se kur në studio muzikore dhe në rrjetet sociale, ku vazhdon të ndërtojë një profil artistik me përmbajtje të kuruar dhe me synime të qarta për karrierën.